Nga këto rrugë të qeta të Rahovecit, nisi ëndra e një djali që sot përfaqëson Kosovën në arenën ndërkombëtare. Një histori sakrifice për kushtimin dhe besimin. Historia e Meriton Korenicës. Që në moshë të vogël, Meritoni kalonte orë të tëra duke luajtur futboll me shokët. Po, e kujtoj shumë mirë atë moment, ka filluar qysh moshën 5 vjeçare dhe po vazhdon ende dhe shpresoj të vazhdoj ende më shumë. Familja dhe trajnerët e parë e kuptuan shpejt se ai kishte diçka ndryshe. Shpejtësi, teknik dhe një pasion të madh për lojën. Personi i parë ka qenë babi, i cili fatkeqësisht nuk është më në mesin tonë, por gjithmonë e kujtoj atë në erën e parë që ai ka qenë personi i parë që më ka fillu me më shty në anën sportive në futboll. Rrugtimi nuk ishte i lehtë. Meritoni kaloi nëpër shumë sfida dhe momente të vështira, por asnjëherë nuk hoqi dorë. Ka qenë shumë e vështirë, në atë kohë kur kam fillu unë, kushtet për një futbollist kanë qenë jo ashtë mira, por momentet ka qenë shumë të vështira dhe shpresoj që të mos ketë asnjë lojtar ato momente që i kam pasur në ato kushte çfarë kemi kaluar ne. Te Ballkani, Korenica u shndrua në një nga lojtarët më të rëndësishëm të ekipit, me paraqitje fantastike në kampionat dhe Europë. Ai ndihmoi klubin të shkruajë historinë e futbollit kosovar. Speciale, Ballkani gjithmonë ka qenë special pasi ajo periudhë ka qenë e paharrueshme për çdo lojtar aty që ka qenë në mesin e asaj kohe dhe shpresoj që ajo kohë të vijë përsëri, por për neve ka qenë shumë speciale pasi kemi treguar cilësi shumë të mëdha si nga ana e Superligës, po ashtu edhe në Europë. Paraqitjet e mira hapën dyert e Europës. Transformimi në Rumani ishte një tjetër dëshmi se puna dhe talenti nuk mbeten pa u shpërblyer. Suksesi evropian ka qenë një ndër sukseset më të mëdha në arenën e Superligës Kosovës, pasi e kemi prezantuar Kosovën në mënyrën më të mirë të mundshme. Ka qenë moment i paharruar për çdo lojtar i cili ka dhënë maksimumin dhe kemi treguar vlerat tona ku secili prej lojtarëve ka pas atë nivelin më të lartë mundshëm dhe çdo lojtar është përbly, ndoshta shumica e lojtarëve, siç jam edhe unë, kemi dalur në arenën ndërkombëtare për të luajtur. Një nga momentet më emocionuese për çdo futbollist është përfaqësimi i vendit të tij. Për Meritonin, fanella e Kosovës është krenari dhe përgjegjësi. Debutimi për Kosovën për mua ka qenë i paharrueshëm pasi në atë debutim kam asistuar në minutat e fundit për Vedat Muriqin dhe gjithmonë do të jetë debutimi i ëndrave dhe siç e thash, shpresoj që çdo lojtar të ketë atë moment ose të debutojë për kombëtare, i cili është për çdo lojtar është ëndër kombëtari. Pas eksperiencave të para në futbollin vendor dhe jashtë Kosovës, ai filloi të tërhiqte vëmendjen me talentin e tij. Me thënë drejt qysh nga dita e parë që kam fillu me luajt futboll, e kam ndruar këtë moment dhe ky moment ka ardhur dhe e kam shfrytzuar në mënyrën më të mirë të mundshme. Ofertën nga Kluzhi e kam marrë ndoshta më herët se që e kam menduar, por në momentet e futbollit gjithmonë kanë qenë ato që ndoshta nuk ishte momenti duar të shkoj, por mbas 2 vite kam shkuar te Kluzhi dhe ka qenë gjithçka shumë mirë për mua dhe karrierën time. Me thënë drejt, në atë kohë ka pas shumë ndryshim kur kam filluar unë, por tash nuk besoj që ka ndryshim ndoshta nga ana infrastrukturës, por në çështje individuale në lojtar, besoj që ka shumë lojtar cilësor në Kosovë dhe po ajo po dëshmohet dita ditës, e cila ndoshta shpresoj që shumica e lojtarëve ose gjithë lojtarët të dalin në Europë dhe të luajnë. Nga rrugët e Rahovecit deri në stadiumet europiane, historia e Meriton Korenicës mbetet frymëzim për shumë të rinj. Një dëshmi se ëndrat bëhen realitet kur punon fort dhe nuk ndalesh kurrë, sepse çdo kampion dikur ishte vetëm një fëmijë me një ëndër. Synimi im është të vazhdoj ende më shumë,
cilin po fokusohem çdo ditë dhe po motivoj veten çdo ditë që të vazhdoj me futboll deri sa të kemi fatin dhe deri sa të ka shkruar Zoti të vazhdojmë. Kështu që synimi është të vazhdoj ende më shumë. Mesazhi im është që të mos ndalen kurrë, të vazhdojnë, pasi siç e thash edhe në Kosovë ka kushte shumë të mira, po vazhdon dita ditës me dëshmu Kosova, por i dëshiroj shumë fat, suksese edhe të punojnë ende më shumë.